Ndërsa Sali Berisha ka nevojë të shtyjë verën me konferenca shtypi dhe të flasë për rinumrimin e votave, të gjitha rezultatet e rinumrimit tregojnë ose korrektësi në numrim ose ndonjë vjedhje votash mes kandidatëve të PD-s, por edhe ato ende jo në atë shkallë sa të delegjitimojnë mandatet e njëri tjetrit. Në gjithë këtë histori bie në sy qetësia dhe indiferenca me të cilën socialistët e shikojnë këtë proces vetvrasës brenda opozitës, të cilës në këtë rast i shkon për 7 fjala e urtë popullore, kërkon të ndrejsh vetullat dhe po nxjerr syt dhe ankthi me të cilin e ndjekin kandidatët e opozitës kundër njëri tjetrit. Mjafton këto dy fotografi për të kuptuar se qiellit e zërit të Berishës për manipulime në zgjedhje janë kthyer në problem të brendshëm të PD-s dhe jo në problem për integritetin e procesit zgjedhor. Pas gjithë kësaj është e pakuptueshme ky teatër i opozitës me rinumrimin. Rinumrimi kërkohet kur je i bindur që ai përmbys rezultatin ose të paktën diskrediton procesin. PD-ja që tashmë është pengi i misionarit Berisha është duke luajtur një teatër të pështirë ku nga njëra anë bën sikur është dakord me retorikën e manipulimit të zgjedhjeve që pretendon Berisha për të shpëtuar karrieren e tij dhe nga ana tjetër shikon se si i kanë mbledhur votat njëri tjetrit. Dhe gjithë problemi i manipulimit po reduktohet në disa banalitete të numrimit të personalizuar me njëri tjetrin. Opozita ka dy opsione, ose të mbështesë retorikën e Berishës për manipulim të zgjedhjeve dhe të bien dakord që çfarë thot Berisha është e vërtetë dhe duket sikur janë në një betejë parimore, ose të vendosin të mbështesin rinumrimin e kutive dhe të reflektojnë në bazë të tij. Rruga e parë është më e lehtë dhe e praktikuar pas çdo palë zgjedhjesh prej tyre. Kjo e dyta ka qenë ndaluar prej tyre ndaj dhe dogjën kutit dhe nuk i hapën më 2011-ën. Por me që tani u lejon ligji, mund ta ndjekin dhe atë rrugë. Por rruga e dytë është kundër të parës, hapja e kutive dhe rinumrimi, hedhin poshtë manipulimin dhe dëmtojnë PD-n brenda vetes. Ndaj ky teatër i rinumrimit duhet ose të zgjedh rinumrimin për të rrëzuar Berishën ose të zgjedh Berishën për të rrëzuar rinumrimin. Të dyja bashkë, siç shihet qartë, nuk qëndrojnë, pasi janë kundër njëra tjetrës, përveç rastit kur e ke ndar mendjen që po luan teatër si Berisha.